Bregu i liçenit të Shkopetit në vendin e quajtur Vabli vijon të ndotet mbeturina të ndryshme plastike, por jo vetëm. Vijojnë të hidhen në bregun e liçenit duke shkaktuar ndotje të madhe mjedisore. Fenomeni edhe së mbeturinave gëtuar është prej kohësh, ndërsa thirrja e autoriteteve ndaj ndotësve të mjedisit ka rënë në vesh të shurdhër. As tabela e vendosur ngjitur me burimin e ujit nuk i ka bindur të gjithë ata që ndalohen aty të mos shkaktojnë ndotje në breg të liçenit. Mbeturinat në këtë vend dyshohet se hidhen nga të gjitha ata persona të cilët vijnë tek burimi për të mbushur ujë për familjen apo bizneset, që kryesisht janë nga zona e Milotit dhe Kurbinit. Bidonat plastik që evidentohen me shumicë në bregun e liçenit poshtë rrugës tregojnë se ndotësit janë pikërisht ata persona që gjatë gjithë vitit mbushin ujë aty. Ndërkohë, autoritetet e mbrojtjes së mjedisit kanë paralajmëruar ndëshkim me gjop për çdo që konstatohet duke hedhur mbeturina të tilla, jo vetëm në zonën e Shkopetit, por në të gjithë Shqipërinë, ndërsa ka rezultuar se ky ndëshkim ka qenë i efektshëm vetëm në fillim të aksioneve dhe nuk është vijuar më pas.